Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mrekullia kuranore në historinë mbretërore të Egjiptit. Kurani fisnik nuk i përmend sundimtarët e Egjiptit të lartë veçse me emrin Faraon. Kjo afërsisht në 60 versete kuranore, me përjashtim të një kapitulli në të cilin sundimtari i Egjiptit përmendet me emrin mbret. Allahu i madhëruar thot: Mbreti tha: Kam parë ëndër 7 lopë të majme dhe 7 lopë të dobët. Kurani 12:43. E mbreti tha: Ma sillni atë. Kurani 12. Në surën Yusuf nuk përmendet emri Faraon, megjithse pejgamberi Yusuf a.s. jetoi në Egjipt. Në këtë sure përmendet në 3 ajete, 43, 50, 54. Sundimtari i Egjiptit me emrin mbret dhe jo me emrin Faraon. Pse ndodh kjo? Të tre këto versete mbeten një mrekulli kuranore, derisa në fund të shekullit 19 u bë njohur shkrimi i hieroglifeve nëpërmjet të cilave bota mësoi historinë e Egjiptit në mënyrë të saktë. Dhe në fillimet e shekullit 20 u shfaq mrekullia. Pejgamberi Yusuf a.s. jetoi në Egjipt në kohën e sundimit të mbretërve dinastisë Hiksas, të cilët dolën fitimtar mbi ushtritë e faraonëve dhe sunduan në Egjipt nga viti 1830-1580 para erës së. Derisa i nxorri prej andej Masi i parë që formoi imperatorinë e tij. Kështu Kurani ishte tepër i saktë në fjalët e tij. Nuk thot faraoni, por mbret. Pasi Yusufi a.s. jetoi në Egjipt në kohën e mbretëve, ndërsa sundimi i faraonëve u kufizua shumë dhe bën sikur qytet të tyre Thebe ose Tiba. A nuk përmendet kjo një mrekulli historike e Kuranit që dëshmon për saktësinë e eksaktësinë e tij, e përrjedhoi, dëshmon për pejgamberllëkun e Muhamedit alayhis salatu wassalam.